prej ditës premte, evidente se problemet janë shumë më të mëdhaja. Domethënë prej kur u bë publike se u vërtetu se uji është jo adekvat për të konsumuar, reakcioni edhe të klientët është nga frika, nga panika. Ne mundohemi të menaxhojmë me ujë të klientë, mund të klientët të sigurojmë se konsumojnë kafe të sigurt, mirë po bindja e tyre është se uji i është i kontaminuar dhe është jo i përshtatshëm për ta pirë. Domethënë ne si afarist kemi datë. Mund të them më shumë se 100%. Çfarë mendoni si duhet mu zgjidh ky problem? A shpresoni se do të zgjidhet problemi, a do të kthehet besimi të qytetarët për të pirë? Ja, besimi nuk kthehet. Ky qytet për një arsye të vetme, se ky qytet burimin e ka ndrutat ku duhet të ketë ujë pastër dhe ky qytet për fat keq burimin e ka ujë s'ka. Dhe një ndër dobësitë më të mëdha që janë nga gjithë strukturat që kanë më keq me këtë komunë. Mos ketë një stacion filtrues të ujit, është një turp. Fluksi mysafirëve është në orët e hershme të mëngjesit dhe kohën e pauzës kur ata konsumojnë ushqim. Domethënë unë kush e di sa të mundohen të siguroj ushqim të freskët, gjë nuk kam shit asnjë ushqim, asnjë racion ushqim, asnjë hamburger, asnjë tost, askur gjë tjetër. E njëjta punë edhe sot vazhdon, sot është edhe më keq se dje. Domethënë friga e bën veten, e bën bindja e njerëzve, portalet e informacionet e rreshme, edhe se për 20 ditë që është mbajtë në shefur, që aty i kemi konsumuar, edhe para 20 ditë që tash është pak më espikator ky problem dhe definitivisht atë mendoje mos e hap se kot e hap. Mos e hap se kot e hap, vetëm të maltretohet.